Ka dështuar tentativa e radhës së policisë për të hyrë në brendësitë e fshatit Lazarat. Një operacion antidrog i drejtuar nga nëndrejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku, me efektiv të policisë të qarkut Gjirokastër, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe Delta Force, kanë tentuar të ndërhyjnë në Lazarat, por kanë hasur në rezistencën e banorëve të cilët kanë hapur zjarr kundrejt tyre. Sipas burimeve nga policia, rreth 200 efektiv gjatorëve të natës si dhe mëngjesin e sotëm kanë tentuar të hyjnë në fshat nëpërmjet Delvinës, por ata janë përballur me brezhëri plumbash. Drejtues të aksionit policori kanë bërë thirrje banorëve që të distancohen, por në fund ka qenë policia ajo që është tërhequr. Nga shkëmbimi i zjarrit nuk ka patur të plagosur. Megjithatë, në një deklaratë për shtyp, drejtues të policisë bëjnë të ditur se janë asgjësuar mbi 5000 rrënjë kanabis sativa, ndërsa janë ndaluar 5 punëtorë të cilët po vadisnin parcelat e mbjella me hashash, 2 prej të cilëve janë banorë të Lazaratit. Policia e shtetit ju bën thirrje banorëve të fshatit Lazarat që të distancohen nga disa element me precedent kriminal, të cilët kundërshtojnë me armëzjarri forcat e policisë. Pasi policia do t'i përgjigjet me forcën e ligjit të gjithë atyre personave të përfshirë në akte të tilla. Gjithashtu u sekuestruan edhe 3 kamion, 2 autoboci dhe 2 automjete nga të cilat u qellua me armëzjarri. Ndërkohë në afërsitë të fshatit Lazarat u ngritën 3 postobllogje të cilat kryen kontrollet e automjeteve që lëvizin në aksion rrugor Gjirokastër Derviçan.